Për herë të dytë radhazi ka dështuar mbledhja e Këshillit Bashkiak Shkodër, mbledhje organizuar vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare. Kryetaria e grupit të këshilltarëve të PD, Irena Shestani, u shpreh se projekt vendimet i bien ndesh ligjit para zgjedhjeve dhe po përdoren për korrupsion dhe për të blerë vota. Para se grupi i këshilltarëve të PD të largojë nga mbledhja, Shestani kërkoi që miratimi i fundit 6% i ndihmës ekonomike për familjet në nevojë të kalonte pikë pa në rendin e ditës, por nuk u mor parasysh nga kryetari i Këshillit Bashkiak. Pas kësaj këshilltarët e PD-s u larguan, teksa Shestani tha se nuk jemi pjesë e projekt vendimeve të paligjshme. Propozu është që pika për ndihmën ekonomike të jetë pika parë si çdo herë në rendin e ditës. E treta që duhet të thonë dhe gjithmonë për procedurë është i thot Flori që na nuk janë projekt vendime që i bin në ligjit. I bin në ligjit sepse jena përpara zgjedhjeve vendore dhe po përdoren disa projekt ligje për korrupsion, për të blerë vota, për të tjerë. Atëherë, po diskutojmë. Atëherë, fillojmë, po diskutohet këtu, lutem. Po diskutohet për Velipojen, lutem vetëm një minutë. Po diskutohet ashtu siç foli edhe zoti Noj. Po pratesh me radhë. Atëherë, po diskutohet për plazhin e Velipojës. Na kena miratu fondin për mu pastru dhe mu mirëmajt plazhi i Velipojës. Pse nuk është bërë deri tash? Tjetër, jena përpara zgjedhjeve dhe po kërkohet një pronësi të kalohet të merret tatim taksave etj. Dhe këtu keni pru një projekt ligj gjatë që edhe kryeministri projekt vendim. Gjatë që edhe kryeministri e premtoi për pa i kaluna, për pa miratuna projekt vendimit, kryeministri e përdori për fushat elektorale. Na nuk jena pjesë e projekt vendimeve të paligjshme. Faleminderit. Numër 1 për miratimin e marrëveshjes së politikës Në një reagim, nënkryetari i Bashkisë Shkodër Odin Beka tha se me mos votimin e këtij ligji nuk po japi mundësi qytetarëve shkodran për të aksesuar plazhin e Velipojës dhe se nuk ka lidhje politike në këtë çështje. Me mos votimin e këtij ligjit ne po japim mundësi qytetarëve shkodran për me aksesu këtë plazh. Realisht është keqardhje. Kjo është një drejtë ligjore që jepet bashkive sa për menaxhu një plazh publik, pra plazh ekonomik. Dhe në fund do kishin tre opsione, pra do kishin plazhin privat, plazhin publik falas vetëm thjesht rër, dhe plazhin ekonomik menaxhuar nga Bashkia e Shkodrës. Prandaj kërkoshim këtë fond, që do të ishte i detajuar dhe jepte mundësi dhe akses edhe një kategori njerëzish që do të shpenzu kërcësisht pak. Bëhet fjalë për një plazh që ishte shasllonit 300-400 lekë minimumi, pra maksimumin falim. Pra nga mesatar që mund të jetë 10.000 lekë sot, në pik, ne pretendojmë të dalë me një çmim 3.000-4.000 lekë, pra pothuajse në koste, pra vetëm thjesht ulu kostot menaxheriale. Dhe të vjen keq që nuk patëm mundësi për me prezantu, dhe kjo s'ka të bëjnë lidhje fare as me politikën, s'ka të bëjnë as me kohën, se sezoni po fillon. Hajde ta shtym, ndërkohë me shtym, në gusht do miratojmë. Me herët mbledhja u bojkotua dhe nga këshilltarët e PSD, të cilët përmes një deklarate për mediat hollën akuza për korrupsion e kryebashkiakut Benet Beci.